Por I kthehemi edhe me një epizod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar të sotëm e kemi Dardan Krasniqin, ish ushtari i UÇK si dhe pjesëmarrës në 3 luftra. Dardan, faleminderit që e pranove ftesën tonë dhe erdhe në studio. Je mirë që takoj këtu Ardit, përgëzoj për këtë cikël të emisionit, faleminderit për ftesën. Kështu që me qenë që po fillojmë këtë emision për luftën, unë jam edhe një njeri kështu që kam qef me lona i farë suveniri edhe një farë kujtese për emisionin, përgëzoj edhe në shtë në pëngon kesha e marë të si kujtim të shkronjave tartat. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë faleminderit. Po dalte një pyetje para se më orë të vitin 1998, ku jeni aktivizu familjarisht në UÇK. A keni posë në ballafaqe me forcat serbe më herët, me policinë serbe, qoftë ndonjë bastisje ose diçka tillë? Po rezistenca e familjes tonë, familjes ngushtë edhe gjën fillon qysh në vitet më të hershme, domethënë qysh prej viteve 45 se tutje, duke kujtu migjen e babës, ndjes pas Agjen Selman që ka qenë në grupet e para të legaleve të kohës edhe të bollit kombëtar në atë kohë. Po edhe një njëri që me qenë se fillum kështu me Vesel Pagarushën që I kanë prun thuje se ndër abetaret e para në trevën tonë. Vesel Pagarusha për hir të opinionit ata që se njohin është baba I këngëtarës Bibilit Kosovës në Xhmije Pagarushën. Fillon tani me babën, me migjen, me nanën si normaliste e parë në 68-ën. Kulmi me mas të kështu me rezistencën asoj kohë të Titësit Miloševićit fillon në 81-ën kur arrestohet Vacigani, edhe normalisht në prej asoj kohë deri në vitet 90-ta, unë këtë çka kujtoj në atë kohë kujtoj se bastisje të shumta, maltretime familjarve në kushte ekstreme të motiv të na vendos jashtë si fëmijë dhe kujtoj gjyshen në ato të kohë, po si çdo shqiptar thuja në atë kohë. Ndoshta jo si çdo shqiptar, po si shumë familje të cilat kanë pas rezistencë madhe. Normalisht në rrugtimin tim vjen ndërmend edhe do ta përmendi patjetër se si gjenerat që ka fillu kështu me pas rezistencë më të madhe me pushtetin atëshëm të denjejanës tonë Malisheva në vitin 89 si komunë është prish për shkak që tash pa modestie tham serb nuk mushin me gjetë lidhje sikur në vende tjera për pas bashkëpunëtor. Atëherë tani prej viteve 90-ta si nxënës në shkollën e mesme fillore më shumë të në vitet 92 me sporte, me kulturë, me profesorët një brezitar që ka pas në atë kohë Avdil Frashi në Malishev tash në emën të dëshmorit të kombit profesorit tem kujdestarit klasës profesorit Hamdi Berisha. Pra jena një brez që ka pas kështu rezistencë çdo herë në raport me okupatorin serb. Ne në atë kohë organizoshim turnire, kemi përjetu ngjarje të trishta të dhëmshme kur policia serbe venin edhe në shkollë, na rrenin profesorët në parasyeve tonë, në mbyllshin shkollat. Kjo ka qenë Malisheve, kjo ka qenë jeta jonë përplasja me okupatorin serb. Po normalisht këtë tani kulmon me 98-ën, po si familje fillon me vitet 94, nështë ka fillu edhe ma herët, po në vitet 94 tash me dëshmorin e kombit të rënë në Maqedoni, djalin e Axhës, Labinotin e kemi qenë moshatar. E kujtoj ishim duke lu në vitet 94 dhe aty të shef me një kafsh të misrit, aty në rastisimi po një 4-5 armë në atë kohë dhe e kuptuam që diçka nuk është rregull. Dhe më thonë, kjo ka qenë një farë mënyrë, një farë mozaiko i familjes tonë, normalisht dhe me 98-ën. Si ngjarje 98-ën e kujtoj, ne atëherë pa të më fillu me organizu njësitë e para të UÇK-s. Po kthejna një herë, po shkrim ka dalë dole kështu. Absolutisht. Çka kujton prej ndaj bastisje tash, çysh shkon mënyra bastisjes, a ka pas maltretime, qoftë rrohje ose diçka,
për shkak se tash ka 26 vjeçor që ka lind në liri, edhe rrëfimet për luftën i duken kështu si film. Nuk është që i ka përjetu. Domethënë lufta ka bënë distancë kohore të vetën. Me u kthy në retrospektiv, me kujtu ato momente janë trishta për gjeneratën tonë. Pra uniforma vetë e policisë serbe neve në ngjall të trishtim. Edhe jo pak trishtim, po trishtim të madh. Do kanë qenë kodë zëmta dhe terta të rritjes e teqjes tonë, edhe si kambe, edhe si gjenerat. Unë i kujtoj dy momente. Një moment e kujtoj vllaun Haziri me një shok të vetin në Imer Krasniqin, tash ai është në Gjermani, kanë qenë shok ngusht me Bahri Fazlion. Edhe në atë kohë Bahriu ka qëndru dikon disa ditë edhe në banesën tonë, në banesën e Imerit. E kujtoj atë në ngjarje që policia serbe kishte pas marrë vesh që është Bahriu aty, po nuk mundën me taku Bahriun me disa shok. Edhe kujtoj një bastisje të mërshme që në temperatura minus 2-13 gradë na kanë nxjerrë jashtë nga banesat, edhe familjen tonë, familjen e Imerit, për arsye se kemi jetuar në një blok aty të banesave që ka qenë vetëm në Malishev. Edhe na kanë nxjerrë jashtë, e kujtoj gjyshen gjes pas të sinonat e plokat tona që kanë kogja lavdit madhe edhe meritojnë nder dhe respekt, për arsye se kanë qenë si me thonë rezistenca e parë që i ka hapë dyert kur ka trokit policia, i ka thyr dyert në banesë. Pra gjysha në nxjerrë ke jashtë, na shtinjke si zogj në ato diminja që që kanë vesh plakat tona, edhe desa kryshin ser bastisjen të thy gjithçka të plaçkit. Unë nuk e kujtoj që për shembull mos atë kam qenë fëmijë, me vllaun kam qenë binak, edhe me vllazë të tjerë, po e kujtoj vllaun që kanë rrej, e kanë maltretu, baba s'ka qenë aty, e kujtoj Xhaferin, vllaun e Imerit që patën rrej shumë, madje ne për shkak të mirëqenies dop që kishëm atëherë shumë familje u ngroshin me byk, me këtë plunin e drunve bykun, tash ndoshta edhe shumë të risët nuk e kuptojnë. Gjavën bile patën rrej atë shumë, edhe patën detyru me nxjerr këtë atë bykun mrena aty në si me thonë, aty në shtëpive të vogla që ne i thënëm shupa, më këshyrë më s'kanë fshef diçka. Kujtoj tani edhe më herë të rasti kur na bastishin natën, na nxjerrshin jashtë në temperatura të ulta prapë, nëse ata me qëllim i kanë zgjedhë momentet më të vështira me na bastis. Po për neve ka qenë e përgatitën kjo, ne jetoni me atë ankth edhe me atë për deri sa ishte ankthi, neve na kriju edhe rezistencë. Pra, kanë qenë kësi momente kur po absolutisht, po kujtoj me qenë se po përmenim si kosëm ka rrosi me përmen edhe në atë kohë ka pas para viteve 90 policë të mirë, shqiptar, cilë të moj men ditën në bastishin, për shembull një rast ditën në bastisë në mënyrë të befasuse. Edhe kujtoj baba i kish pas prunë në 78-ën, kur ka qenë për vizitë parë në Shqipëri, i kemi pas dë taketuke shpozore, kështu, kujtim nga Shqipëria. Edhe disa libra, edhe po të njëjtin policë pa ta po natën që pa të ardhë. Edhe prej Korreshës, pepës gjyshën, ndjes pasash, pse ka ardhë. S'pe përmen emrin ati polici, nuk është i Malishevës, për jetën e Malishevë një burë ndershëm. Tha, ato shpozore ta i ka shtin, tha, në gjep, tha dhe do libra, tha nuk i ka leju me i gjetë gjatë bastisës, tha ne i ka pru. Pra kjo ka qenë historia, jo veç e familjes tonë, për gjitha familje shqiptare në atë kohë, sidomos në trevën e Malishevës. E përmende Hamdi Berishën tash dëshmur, që e keni pos mësimdhancë kujdestar, po du me dollë të procesi mësimit, që shu zhvillua, u kone vështirë me shku në shkollë, edhe arrite para luftës me kry shkollën e mesme. Unë po thamë kë jo veçon, po besoj që flas në emrin e këtij gjeneratës ka qenë nostalgjie e madhe shkolla në atë kohë. Gjimnazi, Hamdi Berisha, tash atëherë Abdul Frashi ka pas pare një kadër të madh të profesorëve si sot shoqënia jonë ka deshtu me i vlerësu edhe me i si me thonë, me i dhënë përgjegjësi më të mëdha. Sot prej asaj gjenerate ardit për fat keq nuk i kemi asnjë që ka nxjerrë si qoftë deputet, qoftë dekan, qoftë
qoftë drejtor shkolle. E me qenë që sot po flasemi, edhe sot rastisht e poshtë që kishë ndru jetë njëri për ishtë drejtorëve të shkollës mesme, shpreh ngushëllime familjes, ai është profesor Ram Thaqi, ishte drejtori i gjimnazit Avdul Frashi në Malishev, një burr, një historian i kohës të atëhershme që lumë ne që kemi pasë e mirë na sot që nuk kemi të tillë. I fshatit I Mirush. fshatit Mirush, po. Ka qenë një brez i madh i profesorëve të asaj kohë, muj me i përmend me emën edhe kam obligim, po s'po i përmend, i përshëndes gjithë. Unë kam pas fatin me pas edhe profesor, edhe kujdestar, profesor Hamdi Berishën, një kolos i madh, një gjyqtar i mirë. A kishin guximin me ful qoftë edhe indirekt për çështjet adllëtore ose për luftën që po vjen? Po mirënjohjen më të madhe kanë ata si brez. Ne çdo herë domethënë kujtoj profesor Hamdi Berishën, edhe tash ndjej në Rom Thaqin, e Deli Thaqin, e Ramis Sopa, profesorishën Remzi e Thaqi, një brez tërë të asoj kohë që çdo herë ne jo vetëm në orë, por aktivitetit i bënim bashkë. Ka qenë atëherë një sistem, kështu ne shkonim 2 orë, me qenë se s'kishim çfarë me bë angazhime tjera, shkonim 2 orë në oborrin e shkollës, edhe ja loznim volejboll, ja loznim futboll, ja kemi pas, ne në atë kohë kemi nxjerrë revistën e shkollës, në atë kohë kemi pas edhe klubin e volejbollistëve, klubin e futbollit, të gjimnazit. Kemi pas grupin letrar, kemi pas grupin muzikor, domethënë llogarit sot gjimnazi nuk e nxjerr asnjë revistë, nuk e ka, edhe llogarit jetojmë domethënë në vitin 2026, në krijimin e institucioneve tona që sot nuk e kanë atë organizim. Ne veç ditën e shkollës kur e festonim aty, ka qenë madhështore. Madje kujtoj rastet kur vinin patrullat e policisë para shkollës, por kur e shenin rezistencën e madhe të profesorëve dhe të nxënësve dhe të prindve në atë kohë, nuk guxonin edhe të bënin asgjë, edhe të pa këtë rezistencë dhe tyne të profesorëve, atëherë policia serbe fillon të mëral, patrullante, po patrullat kur i bënte në Malishev, me qenë se s'kisha stacion policisë, po flasëm për vitet 92 tutje, i bënte në mënyra tani më tash, pra organizonin grupet mëdha, plane operacionale për marrë në Malishev. Po, normalisht jemi brymosur për atyne profesorëve cilët kanë dhënë një kontribut madh për gjeneratën tonë. Po ne, për hir të opinionit, po e përmeni, ne s'kemi pas asuj në gjimnazin Avdil Frashi në atë kohë, e kujtoj dikon 17-18 kilometra kemi hap kanalin edhe kemi vendos gypin e ujit, e kemi bën me vetë iniciativë. Edhe sot është kujtesë e mirë, po është edhe shprehim i madh me po këtë regres të madh të edhe të artit edhe të kulturës, po edhe të historisë e vlerave se çka prodhojnë në gjimnazet. Pra unë kam pas vajzën aty, edhe vajza me ka kry shkollën e mesme po bas një aktivitet. Përderisa unë në shkollë mesme jam njoft me gruën sot që kam, edhe këtë aktivitetet i kemi bas bashko. Jo vetëm aktivitetet në shkollë, ditë shkollave, jo vetëm në Malishev, po çdo kon që ka pas ditë shkolla në 43 fshatet e Malishevës, ne kemi pas aktivitet, kemi pas festivale, kemi pas koncerte, edhe ka qenë jeta në kopim po ka qenë shumë e lumtur dhe shumë e dashur për neve si gjenerat, por edhe si shok. Edhe kujtimet më të mira mojt asaj kohe. Po vim të lufta, kur ju bashkuve saktësisht edhe sa vjeç ke kur ju bashkuve luftës? Luftës ju kom bashkan lidhë, ose ju kom bashkan gjitë, kështu do me thonë prej 95-ës, kur familja ju në fillon me ble armë, me mjetëve të nanke dhe me kriju njësit e para. Njësit e para në të ku kanë qenë me meq, me tafër, me familjar, për asyje se çdosh me konë besimi madhë. Po, kulmimi më i madhë fillon me mas datës 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 të popesë madhe të lavdishme të familjes Jasharaj, të Bacit Shaban Ademit e Hamzës. Sa për koincidencë, ne atë ditë kemi qenë, unë i kom ftu krejt shoqërinë kulturore artistike që mi kanë shok në shtëpinë tonë, edhe dikon ka ora 11 e natës erdhe Pacigani, edhe po pyet për disa gjana që i kemi pasë më sheft, edhe aty kuptova si s'është në rregull. Pra, mobilizimi më i madh fillon mas datës 10 mars 1998,
kur ne vetëm i kishim të organizuar në një grup madh për dikon 150 ushtarëve, ka qenë njësiti operativ Lumi asaj kohë, emrin e vat marrë për shkak të Lumit Mirusha. Ku ushtërinë cilat fshatra? Në zonën e Malishevës kanë operu 2 njësi. Njësiti operativ Lumi, që ka posë që ne me shokët e tonë kemi kriju, ka qenë Snikilaj, komandanti njësijës, kanë qenë me përmen emnat disa njerëzve për shembull, më me të bësh disa tjerë, po me rëndësi me përmen Snikilën, Nohe Hoxha Marali, Ismet Krasniqi, vllau i Visar Krasniqi, dëshmorit kombit në Maqedoni, shokët tim. Avnia, Dem, Krasniqi, Kushëri, edhe plot të tjerë, zonat i në konë të ndalë, dhe me thonë, në fshatrat Ladrovce Tutje ka vepru njësiti operativ Qeliku, në fshatrat Ladrovce Këndej, deri në Raovece, Soharek, këtë Kufele, deri në anën e zonës Juja, me Cerovik, me Sokol Bashotën, Kiev, Kramovik, Lapqev, ka qenë njësiti jonë. Pra, njësiti Lumi, e ka pos edhe si zonë përgjësis me siguru rrugën deri në Jablanic, që ka qenë koridori kryesor për furnizim të armeve. Jablanic të familja e po, Lajla Ibrahimat, po. Ne kemi themelu edhe njësitin operativ Arti në Ravec, familja jonë, me thonë ne si grup, edhe njësitin operativ Lisi në Soarek, që kanë qenë Blerim Kuqi, Agim Kuqi, Ug Bytyqi, kretari ndjerë, edhe një grupit Ismorina, një shokjoni që kanë ndru jetë më vonë. Dhe me thonë, kjo ka qenë ajo shtrimja, po Malisheva, si që din të si zonë, nështë ta ke parapodhe me pyetje, ne jo përveç që thuja krejt armët edhe gjithë shka kemi organizu vetë, ne kemi prodhu edhe uniformat e UQK-s, kemi prodhu edhe amblemat. Madje kam këtu so për kuqidin që kam qanë që i kam i prodhu në atë kohë amblemat, tabelat, edhe dokumentacionin e ka prodhu tash një profesor i mirë, një profesor i arteve, Agron Bytyqi, ka prodhu në banesën tonë, qatë banesën ku në kanë bastis policia serbe. Po, do me thonë... Ka qenë këtë punë dorë, kështë, ha? Këtë ka qenë punë dorë, do me thonë, e para ka qenë me identifiku njerëz jashtë komunës Malishevës, e cilët kishin mujt me në ndihmu, po mas 5-6-7 marsit ka funksionu shumë mirë kjo lidhja dhe njerëzit kanë pos besim, për shkak që ne kemi për luftës, të kanë në gjitha proceset që nuk njihemi kështu pa modesti që kemi qalu në nëse me korit me kombi, nëse me proceset që i kanë ndodhë Kosovës. Në kanë bashkan gjitha një atë kohë një grupi robaqezve mirë njohën me drita vullën, për përshëndes tash i kërkojnë ndjes të tjerë që si përmeni, që kanë arë prej Gjakove dhe kanë bërë organizimin e prodhimeve të uniformave, agroni prodhimin e emblemave të UQK-s, tabelave të veturave, edhe kështu deri te kulmimi zonës Lirë, po të zona Lirë. Po sa antarë dështë në ty të familjes keni morë pjesë, keni angazhu në luftë? 25 antarë të familjes ngushtë, 5 invalid luftë edhe 2 dëshmorë. Në më thonë, familjes ngushtë, kjo shkon mbi 100 me nipa e mbesa e meq, të cilët ne kemi angazhu, po të familjes ngushtë janë 25 antarë, që kanë qenë luftë. Për tyre 2 veç kanë rrë? 2 është dëshmori parë Bacimer, në Blas me 15 qershor, dhe Labinoti në fshatin Mateq, në stacionin e policisë në vitin 2001 në komando. Po, dërdan jashtë familjes, cilat janë kontaktet që i keni pos me tjertë, me bashkëluftetarë tjerë, ose me zona tjera, keni pos kontakte? Po, kontaktet tona kanë qenë, mas pari kanë qenë me në disa linja, për shembull me Sokol Bashotën, Dheqin, bashkëvendasin tanë, kanë qenë me tash me protagonist kryesor që janë në Hagë, Hashem Thaqin, Kadri Veseli në Bacin Jakob, kanë qenë me Regjepin, po pak më vënë, me Regjin, po më në kontaktet e para, kështë në grupët kanë qenë me
Ilas Dergutin, Ahmet Zabelin edhe dëshmorin e kombit Malosh Ahmeti, me thonë me këtë grup, në këto zona tjera me Ablanic, mirë po thjesht tu kanë qenë kontaktet po një farë mënyre vetë mobilizimi jonë dhe planifikimi mirë për luftën. Ne ishim hinë në luftë që sinqerisht pra për thëmë pa modesti si vërtet e madh ishim hinë këgja me organizim të madh të luftës. Do me thonë kishim para po gjithë shka. Kishim para po se si me prodhu uniformat, ka me bo furnizimi me armë, si me bo malisheva zonë e lirë, si me përfracu luftën, edhe realisht me shpallin zonë të lirë të malishevës, e që kulmoj më herët se so ishte planifikuar. Këtë nuk i kanë thonë edhe Borçli, pse nuk i kanë thonë shumë gjona janë edhe Bacigani edhe Isnikila, pse ju kanë me të opinionit bërç me përshkëru edhe jenë njerëzit ma kompetentën ma përgjes për arsye se edhe ju kanë pri proceseve. Ne ishim në shtëpinë tonë bërë ke furnizimi me armë gjitha zonave tjera. Ka vinin armë prej... Armë vinin prej Shqipnije. Po, në përcilin koridor po? Përmes një koridorit për cilin në atë kohë tash është dëshmor Gjelali, lavdije të zëvej presti, pak dëshmor ka mënyrën se si ka dhënë jetën ai. Ai na ka furnizu shumë me armë. Isë Morina një familjari joni një burri tezës i fshati Saravoqin të Soharejkës, i binte prej Austrije, ma dhe po shko mitrolezat e parë në atë kohë i patë prunë prej Austrije. Edhe gjithka ka pos koridore prej Malit Zi. A ka në rast që keni met gjatë luftës pa municion, pa armë? Nuk, për me qeni sinqert, jo, në grupin që ne kemi qenë, s'kemi met asher as pa municion as pa armë, po kemi met me pak municion, unë kam thënë edhe në diku tjetër, në ditën ku ka përfundu lufta me 15 qershor 1999 në armën teme që kam pas një snajper Jugoslave, i kam pas veç 4 fishek, 8 bomba edhe një zol. Do me thonë, këto kanë qenë, po ka pas rrugë e furnizim në atë ko, po ne nuk në ka rastis me metësi si njësi pa armë dhe pa municion. Du me dollë të një rast pak ma konkret kështu, i keni dy ngjarje ose përjetime me dëshmurin tash me Ibrahim Mazrejkun. A mundesh me na tregu pak ma shumë detaje, nëse mundesh pak ma shumë ma hollësisht, sidomos atë sulmin që e keni bu në Malishevë. Me brohen, ne familjarisht këtë vëllezit jemi konë shok, edhe sot jemi shok me familjen Mazrejko të Malishevës, e me brohen, kam pas fatin e madh të se kur e kujtën brohen qëfar djale, qëfar njeri ka qenë, normalisht edhe kjo koha pas luftës në bën ma sentiment. Në më thonë, krijon trupi tjetër adrenalin. Me brohen, unë i kam shumë momente, po 2 momente po i veçoj të shumë kritike për kohën edhe për situatën tonë që kemi përjetu. Sot nuk mundesh me bind askën, ndoshta edhe ata që kanë përjetu e kanë harru data mas thymës Grykos Lapushnikut, e tutje ka qenë në situatë jo e mirë që ka kalu shtëria shqiptare e Kosovës. Pra ne, unë atë kohë im kanë edhe i ri, po i kam kuptu edhe mlefin që kanë posë qytetarët me neve dhe njerëzit që nuk na kanë dashur fort. Për arsye se policia serbe boni kërdit mëdha dhe pa fuqia jo s'pa them pa fuqia, po ndoshta mos organizimi mirë ose mos planifikimi mirë na kanë kriju disa situata të vështira. Ne u patëm vendos në fshatin Mirush, ka qenë data dikon me sa kujtoj 23 gushti i 98-ës. Edhe erë braha, lavdije të zëvej Prestina,
baba i ti ndjes pas, Agja Selmani burrin ndershëm e i mirë, ka qenë këtë smut edhe rëndin mirushtë një motër e Brahës. Kër kujtoj Brahën, për kujtoj edhe një Mohamet Hotin, një Metin, një shok tonin edhe ai jeta nda shumë herët, për shkak një smundje të rënd, para 5 viteve ka ndru jetë, erdhen edhe kër rrinim në aty, erdhen edhe po bisedojmë. Policia serbe e morën në kontroll Malishevën edhe kishë në kontroll edhe rrugën Kiev-Malishev. Ne i veshganim prej një malit aty Mirush, edhe Malisheva digjej shumë. Edhe po bisedojmë, madje tash për fat mirë ose për fat keq është edhe një inqizimi, ne kemi bajt, unë kam shumë ngjarje luftës cilat i kam fotografuar në atë kohë. I kemi janë disa inqizime pa publiku, po është edhe ky inqizim që ne hymë në Malishev. Me Brahën, me Metin, ka qenë vllau Albani, edhe shkum të shkolla e mesme Avdul Frashri, afër shkollës, aty pa policia të kalle, të djegje, edhe po bëjmë plana me i sulmu aja. Braha ka qenë shumë energjik, edhe i vlen të gjaku kështu, edhe tha po i sulmojmë. Po erdhën përfundim mës me i sulmu. Se dinim qarë situata krijenin, kishë qytetarë fshatin Mirush, ande që nuk ishin largu. U këthym prap aty edhe, në fakt ai në këtë kohë kish lanë edhe babën pa keq edhe nuk e dinim sa zgjatë sulim edhe si a muj mu të rej, ka s'muj mu të rej. Ky ka qenë një moment kritik në aso kohë me pa venin tanë në atë mënyrë të djegë të plaçkit edhe një farë mënyre mës me kanë fort në gjendje me i dalë zët. Pra nuk një është mirë, na do të me qenë korrekt edhe me jetën edhe me situatat tona që në kohët ndryshme kemi qenë të jo të pazët, po kemi qenë të pa mjaftueshëm me mjete me i dalë ballë agresorit serb. Ne prej aty për shkak disa presioneve se fillum ne kemi gjujt tani edhe kolonat serbe ka kalonin rrugën Mirush. Kiev i kemi gjujt, kemi sulmu edhe aty u kriju një farë paknaci edhe u desh me lshu fshatin Mirush për shkak që qytetarët u revoltuan, edhe nuk kishin faj për shkak të situatës. Edhe jemi shpërngull, jemi shku në fshatin Maraliku, aty kemi mobilizu, kemi hap kuzhinën, kemi bën disa pozicione, edhe pse nuk ka qenë të lehta. Në vlerësim të madh ka fshati Marali se i ka hap gjitha dyert, e ka vënë funksion të UÇK-s, gjithë familjarët, gra e vajza, nëna e motra për me shërby UÇK-s. Një ditë, me siguri ka qenë 10 ose 12 gushti, Braha prej aty shkoj në fshatin Shkoz me familje, me një pjesë familje, se edhe Braha ka qenë edhe Refkjo Vandami ka qenë pjesë e luftës. Edhe unë me nanën time tham po dalëm në fshatin Gajrake, po e shikojmë ç'a po ndodh në Malishev, fillun me djegje me plaçkit prap. Edhe pse Malishevu u bat baza kryesore e forcave policore serbe. Edhe aty jam taku me Brahën. Jam taku së djenë në jetë dytë Bashkem Mazrej është një kushëri i Brahës edhe një Zeqir Hoti vllau i këtij Metit, kushtar i këtij Metit shoku tonë që ka ndru jetë. U taku në Gajrak edhe po thoj shohemi në Malishev. Edhe i milshu në Malishev, Gajrakit e poshtë, jemi hinë Malishev, i milshu të lagjaj veselajve. Shkit kanë qenë po e tham, forcat policore kanë qenë në livadhe të lu futbol. Qetë, komoditet. Ne nuk i kishim distancas 30 metra. Po për koincidenca dit, më vënd tani kemi kuptu në lajmet që i jep këtë radio televizioni Prishtine, se a dit kështë qenë zavend kryminisi i Serbijës Vuk Draškovići vizit. Edhe ne e pam konvojnë e madhë që qarkullante. Edhe jemi pozicionun kështu pa e dit që Braha po dën me shkrep. Edhe ka pas një snajperk austriake
me një mbushje të madhe të barutit, edhe i ka godit sa qelem shelësët që thonë kështu populli, i kemi po 3 serbë që veç kanë mbet. Të vrarë. Në shtëpinë e fusha ku lëzin aty, se është lumi, shtëpia të Veselëve të përpara, lumi në ndonte edhe me thonë 200 metra, se as 200 metra s'kanë qenë. Edhe në shtëpiat përballë kanë qenë pozicionet serbe në balkonat e shtëpive me thas të bërë si fortifikim për ta, kanë qenë pozicionun snajperistët edhe kanë qenë 2-3 pushkomitralëz dhe kanë fillu me gju pa kontrol. Po njëri prej tyne serve që gjujke me pushkomitralëz është ndoga fortifikime edhe i ka lyp diçka prej katit nalt balkonit, ka qenë shtëpia e Sadri Mazrejkut ajo, aty, së dështë e shtëpia aty, edhe ka kërku diçka, kemi po një ushtarit, një policit serb, edhe unë e kom pas snajper, kanë aty, e kom pas që aj përjep koordinatat prej neve, aty të në edhe e kom godit ato, dhe kom lënë kështu dvjerë në balkonin e shtëpijes, kanë fillu serb me gju bashkimi, kujtej me zeqen, kanë gju shumë me Kalashnikov, kanë gju edhe disa bomba, edhe fati mirë që aty në nuk ju din të ka ju vend të goditja. Ne kemi shëndru aty edhe një orë, kanë orë ditë të shtëpijat, kanë orë, se do shte pa besushme me thonë, po ditë e dyrë të shtëpija, kanë orë politë serb me pezgoajera, me artilleri të ranë që kanë gjujt fshatin nga Irak, edhe e gjunin kështu, e kërnin një farmyre me pluma malin për pjetë, ne nuk kemi bazan, aty kemi najt qetë pas panikas, frikas, më shumë disi energji, edhe jenë largu ata për një moment, kemi fillu na më në gjitë lartë. Duke unë gjitë lartë, u lodhëm pak si ishte për pjetë e madhe, edhe ushtrim. Brava po më thetë, tha Dardan, tha, keq jemi pozicionu. Tha, të ndrojmë tha pozicionet se, tha, jenë në pozit, tha që në shenjesër që mujnë me na godit letë. Besë, s'ka shkuas me thonë 1 minut, shumë është me thonë 1 minut. Me thonë sa kemi bon levizjan, ka fillu prejmi aty në lisa ku mi ka pështet. Me na korë. Kemi najtë edhe aty dhe për aty të kemi godit, kemi gjujt me snajper ka politë serb, me vupak pozicionimin, e kanë granatu shumë fshatin, atë ditë fshatin nga Irak, fshatin Dragobile dhe Marali, po për fatë mirë pa dame, kemi gjitë në lartë, kemi shku me një odë aty së bo ka gjavan, nanën që kisha lo nalë, tish pas shqetsu shumë, a di që ka ndodhë, se jo pëse ne kemi di që kemi hinë luftë dhe na u kanë vra dhe shok, aty kemi kuptu atë natë që jashtë edhe inqizim e kam që janë të raportur, ne kemi ma dje dhe me emna, janë 3 politë serbe dhe 6 të plagosën, edhe është një moment historik për luftën tonë, që atë ditë ata e kanë raportu që u gjujt në ditën kur ishte në vizit Savens Kriministi Serb. Po, Drashkovic. Cilin e menën se momentin më të vështirë në luftë, do të thonë po besoj keni po të vrorë, keni po të plagosën, keni po të ditë vështira, kur nolësh edhe menën, a keni ditë caktume, që e menën që ajo është kulmi? Më shënësët me lëtë kërë kujten luftën. Kemi po shumë shok plagosën që s'kemi mujtë me odhonë di, ma dje baba e më djes pas ka u marë shumë, ka qenë shef i logistikës me të plagosën shumë. Pa ato momenti kemi përballu. Kemi vorus shok si me thonë vetëm me bani vorrim për shkak të rrethonave të luftës cilat kanë qenë. Po në kujtesën teme, ngjarja më e trisht është ditën kur kanë hy forcat maja të serbëve me 24 mars 1999 në fshatat Mirush, Lubisht, Gorbarë, Turjak,
Në ditën që ka fillu Bombardimi. I NATO-s. Kur i kanë marrë civilt, edhe aty kom po të merë. Unë kisha nanën me gjyshen kërbar, edhe ne ishim mirush, tham, haqkëj të shoq, si po mbahen, na veti i pam që vetëm hynë tankat edhe hintën me goditjet madhe, në të fshata edhe është teren ka gjaj hapër, ka gjaj distance madhe, pa fuqishëm me bo diçka. Ty kam po momente të rishta kur kanë mejtë shumë pleq vetë. Dhe mas andej jemi shku dhe i kemi vërros pëlluhurin e ishtave tyne. Pra, kujtoj me emna, një di edhe bashkëshatar edhe familjar tonë që kanë mejtë vetë edhe i dëgjën. Aty kom po rase kur nana e lëshën fëmijën prej dore. Dhe jo raste për të kriju historit pa qenë, por raste që kam njoft motrat shokëve të mi, e kushërinat mia, që atë që ka qenë e trisht ajo ditë, që prej frike njeri e humbë se cilën kontrol. Me thonë nuk është në gjende me kontrolu vetën. Pra mendoj që ne ishim përgatitën që kemi me ovrase. Deri në atë kohë kishim humbë shumë shokë mirë dhe bashkëluftëtar të luftës, po me pa në asi situata popullin tanë, e mos me mujtë me ofru ndim jenë momentet ma trishta. Pra, këto kanë qenë këto i kujtoj momentet ma trishta në kuptimin e popullatës, se të shokëve të mi që janë vra, kujtoj bacin i merë dëshmorin e parë kur u vra, ka ra me të me ban, me rujt, me qëndru, me trupin e tina deri van, edhe atë patgodit plumi këtu në ball, në blac me 15 qershor 1998. Ka ra me njofte me po Bekim Berishën Abejen, me njoft Tonin dhe Micin, me njoft njërit madh të luftës, Agim Qelan, gjithë këta dëshmor, profesor Hamdi Berishën, Sadik Shalën, e përmendëm para se me fillu studjen, shok kolegë të mire që kemi fjetë edhe bashkë në disa oda, kur kemi rrugtu me shoqin kult artistike Rifat Berisha, Hysen Sopaj, Jahir Mazrejkon, e kam njoft Gjevën dhe Fehmion, edhe sa dëshmori tjetër që ka rënë, sa shoku që e ka këput këmbën, jenë shëru në citatat të mërshme, ta mujnë këtë dhimtën e të risht me po popullin të pambrojtën. Pra, gjithashtu keni taku edhe krerët e OSHK-s që tash janë Hag. Atë kujtohet në takim kështu pak më i veçantë me ta, edhe pse ju nikon i ri, po besoj nikon janë për pjesëmarrëse në takim, ose në fjalë tyne. Po, në kujtoj edhe ata kanë qëndru shumë familjen tonë, kanë najtë aty ka qenë si bazë e UÇK-s. Jo si bazë, pa ka qenë një ndër bazët kryesore të UÇK-s, edhe kujtoj edhe thaqin, edhe kështu pas lufte tani me shumë njerëz më ka rastis, jo pas lufte, një dekadë mas lufte me pas me njerëz kësi diskutime për hashimin e për kadrinë. Normalisht njerëzit tani krijojnë edhe kësi situata për cilat se dy do këtu që këja si skadencë. Por ne kuptojmë këtë rrethonën e sotit çfarë jemi të jetu. Ne kujtoj një takim për shembull në shtëpinë tonë ka qenë atë kohë Paul Wood, ka qenë një gazetar i BBC-s që mbulon të luftën në Kosovë, ka qëndru me javë tëra në shtëpinë tonë, madje ai ka bën edhe punë tjera të mira për UÇK-n, pa dash me zhvesh profesionin e tij gazetarit. Në atë kohë përkthyesi i Paul Woodit ka qenë më vonë tani pa ta njoft Elmira Mehmeti, është deputete e shqiptare BDI-s në Republikën e Maqedonisë. Edhe një diskutim aty në shtëpinë tonë me Paul Woodin për UÇK-n edhe për luftën. Edhe si gazetar
e sidomos si angles që bojnë kësi pyetje provokative, po Ju keni ditë gjuhën edhe atëherë. Po, kam ditë gjuhën edhe isha të dëgju mira që pyet edhe pse edhe Kadrio edhe Hashimi e dinin gjuhën, mirë po kitish fjalë të kuptimeve të ndryshme edhe disi të po e gjendjen teren pak a shumë dhe po në atë kohë se nuk u mbështet lufta në mënyrë masive prej popullit ton. Ai disi e boni një pyetje se keni hinë luft pa organizim, pa përgatitje diçka të tillë. Edhe Kadria ju përgjigj tha, mundet të me u duke edhe kështu, tha, po ne nuk jemi tha popull dele, tha populli dën luftën, ne jemi të luftu për këtë popull, tha dhe populli na ka neve për para ne kemi popullin mbrapa, pra nuk është tha kjo tha që ju, bilaj ma dje ka dhe në rëfimin e ti një libër që ka shkru për luftën Kosovë, edhe tha që është ajo shpreja që nuk ka fe, as ka parti që donë këtë shqiptari. Tha ne jemi bashkë në luftë, bashkë kemi me dalë, bashkë kemi me korë, normalisht suksesi, normalisht që nuk është e lehtë, po pas ngjarjeve që ndodhen në Kroaci, sidomos në Bosnje, normalisht edhe ne besojmë më vonë e kam kuptuar se në luftë asnjëherë nuk mundesh me hi përgatitën se lufta sjell shumë ngjarje të paprgatitëra. Me Hashimin e kam me datën kur Karol Gry Kallapushnikut Malishev. Pra temtoni na ka qenë edhe Molker Haçi, aty Agim Kuçi, Snikila Ismet Krasniqi, kemi qenë unë, baba, ka qenë Albani, Dini, djali Bacit Gani, kemi qenë kogja aty të shtabi, Malisheva ose Braz, ne atë ditë kemi pasur edhe mbi 60.000 qytetarë të komunës së Rahovecit në Malishev. Edhe në momentin kur i hapëm korridoret me largu popullatin prej atyret, erdhi Limala me babën tem djes pas, tha Molker Haçi, tha qajni të këshyër kështu për pisket, ishëm në shtabin, i kishëm ball për ball me stacionin autobusa në Malishev, ta ti marrëm këta autobusa, ati kur gjë mos bonshëm t'ja vëzojmë rrugën tanksave. Ati Hashimi kështu si e qetë, tha mal, tha ne tha e krytëm punën tonë, popullatin e largum, çka na mbetet tash ti shtabët i lirum prej asaj, se pat pas tani jo i kanë lënë dokumentin shtabë, jo kështu. Edhe e kujtoj që kur sot, dhe me thonë, ka ra prejda par në qendër të Malishevës, në atëherë mi largu, bili pa të harru la Ibrahima një vetur aty vëzitim në jatë veturën me Shqiponje, tha mas këta nuk pelojnë, mas këtë veturën, mas me na gjetë Shqiponjen. Pra, me Hashimin ka, edhe me Kadrin kam edhe në periudat mas ramjes së Gry Kallapushnikut, kur ne organizuam, u mobilizuam në fshatrat e Gajrakut, anë Marali, Pagarush, Dragobel, edhe ishin kohë vështira se mëj me thonë mbi 200.000 njerëz kanë qenë Coarek, Malishev, Raves në malet e Pagarushës, edhe ishte e vështirë ti në atë kohë me u marrë edhe me organizim të luftës, me marrë edhe me rujtjen e civilëve. Po mendoj vendimet edhe veprimet që i kanë bën ata, si krerë të QK-s, që me liru pozicionet, me u shpërnda, me ndonë grupet vogla guerile, me shku jashtë zonave ku ka popullat, kanë qenë mënyra ma mirë për me kalu sa më pak da me gjithë këtë luftë e këtë sakrificë. Këto po mendoj lufta u kry disa muaj pas morsit që e përmende, ku eshet kur erdhi liria dhe a kuptut para prakesh që liria veç po vjen? Ne kohën e fundit kemi qëndru në Caralluk. Aty e pa të mlidh një farbese në ushtarët e Carallukës, rënim Caralluk edhe ndërënaftë. Edhe për kështu për herë të parë du me tregu edhe një histori të luftës.
me bo ekskluzive për ty, rënim Caralluk edhe në Drenavc. Ne flanim në Caralluk, ditën rënim në natën flanim në Drenavc, ditën rënim në Caralluk. Vjen fshatet të gjitra njënën me tjetën. Aty kemi pas disa qëllime dhe për një me pa të mlidh një farë besë, një farë betimi. Aty kemi qëndru thuja kryesisht veç na dykon një 30 ushtar veç të familjeve dhe të fshatit tonë. Do me thonë për edhe të fshatit lidhje familjare. Do me thonë kujshi. Mbi 28.000 kg miell i kemi hek në vijë ajrore në distancë prej shpive me serb as 100 metra. Llogarit fshati Caralluk është si në luk, për më ngjit fshatin Drenavc me shku ka mirusha për me kalu mirushën me donë të rjak një avqit popullatës, llogarit çfarë vije e hapër e zjarët o ka. Dhe me thonë, nuk i kishim probleme në zirë millin, edhe pse kishim rrezikim të madh, po problemi ishim ka ta nisim për pjetë, edhe vetëm me shpinë, kështu i organizojshëm me qytetarë që vinin merreshin të fshatave Drenicës, të fshatave Balinës, Lozicë, kur u bënte kolona me ungjit për pjetë e u shishin thost me miell të bardh të ungjit, ka qenë shumë situatë kritike se vjen njeri me marrë miell edhe vdes, po fati mirë aty ne i bënim disa akcione që paka shumë që orientonim pozicionin edhe si me thonë këtë vijen e zjarrit forcave serbe mos më orientua nena, po i bënim ka shtepit që lidhen me fshatin Mirush, a ne aty në kanë dhe forcat policore serbe, dillim ka njerë i gjunim gjatë që me hup ata vëmendjen, edhe një ditë në një mëngjes kishin një forcat serbe me plaçkit fshatin Drenavc. Ne për mos me të bërë shkollën fillore në Caralluk me këtë kontributin e tij e pa ndërtu bacimer. Edhe tham kur gjë mos bashëm, ja kemi më vrat tonë, ja nuk kemi me lanë me kall shkollën forcat serbe, edhe kemi rujt, nuk e kemi lanë, dhe me thonë kanë ardhur deri afër, jo pse ata e kanë ditë këtë qëllim, po ne nuk i kemi lanë. Edhe atë ditë, që jem konë sinqerisht, ma kishin caktuar edhe këtë punën e magjetores që thojna me bo buk, edhe kisha durt me brëmp, bacigani po më thë të ka një sertha po plaçkitin, lagjen Granta, edhe ka planaj në Drenavc, se ne rishim të lagja Mzezve, tha, hajde himës t'i lajnë. Kër ma fru afër aty veç kanë fillu me u gjujt krisma, të më kanë dikon distancë me basin nga një 300 metra larg dinit, ashtë gjallit basit nga një, që shkon për ball 7 policëve me kalash, për ball tyne, të plaçkit ata, shpijat e afër njëra me tjetën, edhe kur nuk i informacione, befasi. Aty për koincidencë dini ka gjujt me kalash u ka bloku në fishekin e 17 ose 18 karikatori. Ka nxjerrë revolën me gju, ju ka bloku në plumin e tretë. 4 bomba i ka gju, nuk i ka eksplodu asjana. Fati mirë për dinin e për neve o konë që one me snajper gjova prej asoj distancën ku isha edhe dini krijoj një farmbulese. Po na i kapëm. Ata kishin pas mendu si s'ka ushtar. Edhe po pe tham hiq shtu pa rezervë. A diti kemi vro 3 polit serb që kanë plaçkit, njërin që më karo me e pone, ja kom hek kështu e posh diçka që kish pas në uniforme dhe ja kom hek këmishën, këmish trash, policisë që kanë pas, aj e kish pas të brenda në këmishë e kish pas kalendarin e Shqipe Jasharit, e kujtohet kalendarin me kalash vajza Dem Jasharit, që e kish pas kështu edhe rreth ke gjaku për i trupit tina. Më shkaj një farë trishtimi, kështu kishin pas disa kolica kështu të vogla që kishin plaçkit, ata ishin ardhur kam, ishin shu prej fshatave, lacajve nalt, të mendu që s'ka ushtar.
Edhe ç'a po bojnë atash me këta, po thojmë po i marrëm për mos me lënë serv marrën lagjën Drenës, po i marrëm edhe piçojnë në fshatin në lagjën Kaplana pak, për të lagjës Kaplana që le të marrin trupat e tyne edhe mos të i marrin, mos le të hinë këtu që me djeg edhe fshatin e tërë ose lagjën këtu kërrene. Edhe kemi shku dikon ma në mrami, si kjo kon dikon ka 11 me ngjesit, ose 12 nëse qashtu drejka ka qenë. Edhe kemi shku në mrami edhe kemi marrë, po i vendosëm në ato kalica që kishin plaskit, kishin vjellë gjithë shka. Besa aty kishin vjellë e sopata me bishtat thynë, kishin vjellë që enë, që kanë gjithë gjësande. Edhe po i vendosëm serb në kolica, për me qu atje kur planifikonë, me pithojmë njës, po e përmeni atë kushërinin, po i thojmë, hajde mere kolicën e graj, nësë të i pare dhe në këta t'i qojnë atje. Edhe ato kapi pak frika, kështu panika, e ta njëtë në morë me ndërtim. O tha, por zote, tha më falnjë, tha se unë s'dimi gra kolicës, sa kur si kom gra kolicës. Këta kom jeshtër. Po, këto në gjarët e luftës kryojnë, kështu, po, për zotën, kështu ka qenë, pa modesti. Pas luftës tani? Pas luftës, me 15 qershor, me 14 qershor, shtabi kryesor i policisë serbe, si pas informacioneve dhe të Polvudi që kemi pas që tash i ka bo dhe punë për neve, ka qenë shtëpia jonë. Pra është një inqizim aty që e qetë BBC-ja, ty ka qenë fortifikimi madhe, ka qenë shtabi kryesor, pasi që e kanë ditë ata që është edhe shtëpia jonë, adin shtëpia jonë kuptimi, po ka qenë si shtab kryesori i luftës. Kuj kemi po të largu për i shtëpisë, tonë e pam që dikon nuk është në rregull. Po, për opinionin është mirë me thonë, nuk u thonë asnjëherë një ditë, 2 ditë para, do me thonë ka qenë 13 ose 14, në fakt nështë ka mujtë me qenë ma herët, më falë tash me data, kam pak harres. Për fat keq, në Caralu ka qenë një familje që ka qëndru mirë me okupatorin serb. Ata se në largu. Edhe një ditë, ne atë ditë kemi luftu shumë me forcat serbe. Shumë kemi luftu edhe aty kemi pas që në narkomana se në qarë mënyre veni ne u pa të mëzëtu që s'kemi me lan shkollën me odjeg. Aty e pam që aty shpia o kallën. Edhe fillun me dal me kere, me konvoje, me sen. Aty kanë qenë 2 njerë cilë të njani ka punu në atko në masat dhënshme në televizion, edhe tjetëri ka punu në drejtori dhënshme i shkollës. Edhe thamë diçka ndodhi. Po kur hymë fshat në natën, vend të ere keqe. Edhe bani për shtypje, pse u dëgjën shpijat e tyne, edhe që ndodhi. Ata i kishin pas vraj, aty kanë vrarë në Malishim, besoj që mundet me kanë një ndër masakrat më të mëdha të shqiptarëve që ata i kanë vrarë. Po aja familje ka qenë, më thonë, kjo ka qenë e vërteta, nështë të dikush të pse po e thua, se si po dihet botërisht, aja punë edhe du të me thonë, edhe është dosh me a thonë, se në fund është një shambull, që se armiku në fund edhe të vret edhe ty që ti shërben. Ne e pom që së është situata në rregull, i veshganin forcet policore, luftonim, ishim me një zonë që s'kish fshatar, s'kish njerëz, ishim vish ne 2 grupet ushtarëve, ne që rënim këtu ishin edhe një pjesë ushtarëve Carallukës nalt, ne i themi Shkarashnik, në atë pjesën ne dhe i përcillim lëvizjet e forcave serbe. U largun atë ditë prej Caralluke forcat serbe dhe me Ademin, djalin e Axhës, tham hajde tu i veshgu serb pishom që i kanë shu pozicionet. Edhe kemi shku në shtëpinë e tonë Malisheva. Aty e kemi po që i kanë shu shpijen. Dhe me thonë si shkon kërkosh prej forcave serbe, ishin pas largu pak. Në kanë gjus, ishin kanë pozicionun ma poshtë, fati o një mirë që na hinë të mënyrë befasu, që kem të befasu për të keq, po shfetu ma dit. E me të 15 ndani ty për cilë levizit e serbe, kemi po që Malisheva edhe Peja, Klina e në zonat e fundit që Prishtina është liru me 12 qershor. Malisheva është liru me 15, me 16 në festë ditën e shlirimit,
me klinën edhe me pejen. Klinë me të thumaj. Po për arsye se këtë forcat serbe janë grumullu në Malishev. Për shkak që s'kan mujt me depërtu, kënej me depërtu ka mon lizi. Edhe u konë, me thonë një kolonë për 18-19 kilometrave prej dalit Malishevës dhe për të keve ka qenë kolone madhe tanksave serbe në dy anë të rrugës. Ne atë kemi vizhgu gjatë gjithë ditës edhe kemi pa që nëse në largu edhe tani kemi hynë Malishev, ma djo është aty një inqizim që kur kemi hynë Malishev, normalisht ishte një ndjen e pa përshkrushme, ishte një ndjen e madhe. Me po Malishevën, me po disa shokë që si shë po me mujtë tërë që kishin shenë për zona tjera. Pastaj derdon t'ju angazhove si polic. Edhe po du shkurtimisht me përmend kontributin tanë në UÇPMB, me Dvejq, Preshev me Dvejq dhe Bujanovc, edhe pastaj me kaluat e pjesa e luftës në Maqedoni. Po tash, kjo është ndërlidh, dhe me thonë lufta me këto zonat është ndërlidh. Ne kemi pas shumë shokë që kanë orë në luft për shkak të kësoj njohjes e lidhes familjare me neve. Të Preshevës, po edhe të Maqedonijës. Edhe ta organizun, kishin orë një natë, një pjesë e shokëve tonë të luftës në ne edhe ishin përgadit për luftë edhe po kërkojnë që ka mujnë me ndimu. Aty për thamë që kështu shkurtimisht u kërku prej me edhe pëse isha në polici, së në fillova shtatorët në 99 polici, u kërku prej me që me marë përmisi për me i barë të armët. Jemi shku, i kemi barë të armët, i kemi qu për ka dhe i barë tërnëvc armë, për mes disa shokëve të ashtu mrena që punojnë institucione, nuk pja përmene emnat. Kemi barë të këtë armë, që kemi pas në Malishev që ne kanë mitë prej luftës të, për dhe tjera, ka ardhë një kontingent i madhë prej armëve të luftës nga Shqipnia. Kemi qua ne, e kemi organizu edhe një pjesë të ushtarëve, jo atë shumë, për arsye se nishte fillimi shumë ushtarë ishin këthy me ndërtu jetën, me ndërtu s'kishin ku me fjetë familja, po dikun një grup prej 20 ushtarëve kemi qu që kam qenë edhe vetë atje, me vllaun, me komandant Malishevën tashti, që është në grupin e Komanovës. Edhe atë po, edhe aty kemi bënë me thonë organizimin e luftës, kemi hapë shumë istikame, pregaditjen, baja zoti shumë shkollë për shkak të marrëveshjes konsulit. Më pas ka qenë njëta linjë e luftës që me fillu në Maqedoni. Edhe ne këtu kishim një motiv edhe më shtesë për shkak që kishim Ismet Jasharin, Kumanovën të rënë në Malishev, edhe këtu tani jemi mobilizu më fort, dikon 150 ushtarë të Malishevës kemi qu për që kam qenë edhe vetë, edhe këto armatime, këto ushtarë, shumicën për ty i kam dërgu me duke abuzu me punën edhe institucionin tem që kam qenë policinë e Kosovës, kam shku vetë atje në luft. Që kam thonë jam plagos atje në luft, jo shumë me disa plagë me vllaun, jem këthy në Kosovë prap, kam fillu jetën teme, kam shku ko pas ko prap në Maqedoni, dijet aty që është vetë mja zona Malishevës që ka dëshmor në gjitha luftat shërimtare, pra kemi Agimelshani në luftën e UÇPMB-s të vrarë, ne kemi visorin Labinotin edhe Elmeon të rënë në Mateq edhe në hotel të Karadokit. Që shka orë dhe të Romi aty në? Po, Labinoti dhe Elmeon dhe visari kanë rënë, jo të njëjtën ditë, po kanë rënë në pozicione, visari Evropë një snajperistit të shisë Macedone duke në rru pozicionin me Elmeon, e Labinoti Labinoti me Is Ahmetin kanë hy në betejat e ashpra që kena të ditë dikonja 3 javë në Mateq, beteja fyt me fyt lufta aty ka qenë aty për më keqe për shkak që ka pasur shumë sulme
ajerore me helikopter të forcave Macedone që kishin mercenarët të Ukrainës. Kur u thy pozicionet aty dhe forcat serbe janë tërheq duke e pastru terrenin, në stacionin e policisë në Batesh kanë hyrë Labinoti dhe Isa, edhe stacioni kishte qenë i mineratën që shtojmë na, edhe ka eksploduat, Labinoti ka rënë me thonë në stacionin e policisë në Batesh. Po. Për rastin Kumanova nuk po të pyeti çu ka ndodh, se të kam bërë shumë pyetje, po e shoh që i vizitoni shpesh, edhe ka pas marrë maltretime, do të thonë ndaj vëllaut ju, po ndaj tjerëve. Që qëndrojnë moralisht edhe ka maltretime tilla halo. Por rasti Kumanova është që ka ndodh, unë kam thënë kështu pa rezervë aty, janë ndër pjesa më lavdishme ushtarëve të UÇK-s. Pjesa më lavdishme dhe dhëmshme që ka qenë edhe Begull Mirsadi shok ton, ata veç kanë rënë dëshmor. Pjesa tjetër që është e mbetur aty qëndron fort, qëndron stoikisht, normalisht unë kam thonë palen e tyne për shkak që ata nuk dojnë me u dorëzu, edhe kërkojnë ndjes që kanë përdorur palen e tyne, ata po her pas herët maltretohen shumë, sidomos ky ndrrimi i pushteteve që ka ndodhur në Maqedoni. Aty janë dënime drakonike që shteti atëhershëm Maqedon ka dashur me tregu se çka është në gjendje me bo për shqiptarët, pra janë 720 vjetë të zdi sot dënimet përjetshme në atë burg. Ajo çka është të tërështë e dhëmshme është që edhe ky pushteti i fundit, e sidomos ky pushteti i fundit që ka marrë kritika shumë të mëdha, s'po merresh me ta, një marrë shumë me rastin Kumanova. Ky pushteti i fundit, sidomos ky i fundit nuk ka bën asgjë për ta. Pra mundet me bën, ka mujt me bë diçka, po kur gjë. Në atë sa ka pas mundësi, familjarët e këtyne njerëzve, e këtyne djemve atje ballavaçohen gjithçka. Me shpenzimet tyne, kryjnë shpenzimet, pra aty sigurohet edhe ushqimi prej familjarëve, edhe veshmbatë, edhe gjithçka, për shkak që kjo dihet botërisht që Maqedonia i ka burgjet më terta dhe më pështira, me kushte më dobta në krejt, thuja, në krejt ruzlin toksor, tash dikosh më thënë Somalie, atje në ato venet e botës të rejt, po thuja si në ato gjendje ka Maqedonia burgjet. Ta po ma, në një vizitoj thuja, herë çdo javë, herë në 2 javë të përballëm edhe na me të lashe, sidomos se dhone për me siguru ushqimin, për me u ndihmu. Është bara rënë për familjet. Shteti ka harru këta që ekzistojnë, në fakt. Shteti ka obligim me kujdes për qytetarët e vet, nuk është të kujdes, ju bëj thirrje edhe përmes zërit të këtij emisionit tuaj që do të më marrë me këta njerëz, se janë qytetarë të këtij veni, edhe ka obligim. Pra, është një rast për cilat për specifikat e saj nësë po flas, për arsye se është e pamundur me ndërtu këtë mozaikun e ngjarjes. Pa e që po ndodh tash me dënimet edhe me burgun e tyne, është e pa kuptim se shteti nuk interesohet. Madje shteti ka pas shumë lehtë, unë edhe kështu ja kom propozuar dhe kom thonë që kanë anëtarë të familjes tyne njerëzve me ja punësu, aty ku i plotësojnë familjarët e tyne kriteret, janë një mënyrë që vajza një burgosin aty me pas paktën një pagë për cilën i krijohet mundësia me shku me vizitu babën e vet. Pra shteti se ka bën asnjë ndihmë tillë. Normalisht që terrenin kontaminun politik me fol është zër për arsye se njerëzit kur nuk fol ose kur hesht thojnë s'po fol, kur fol thojnë e ki personale, unë as e kam personale, as jeta vëllau tem hiç mos ekzistov, pa aty i ki 21 persona që kanë lënë familje këtu, që ata janë qytetarë të veni, edhe i pagujnë taksa, edhe i pagujnë shpenzime këtij veni, edhe shteti duhet me kanë një barabartë për secilin, e sidomos këto raste. Ne e dim në secilin përpjekje shqiptarëve, në secilin vit e datë kalendarike të dekadave të fundit shqiptarët janë përballë me burgje, sa di kemi edhe
protagonistë të UÇK-s në Hak. Edhe sot po vazhdojnë në njëjta ngjarje su kur në vitet e 90-ta, 80-ta, 60-ta e tutje e pa përmend vite tjera që kostën më të madhe paguajnë familjarët. Meritat më të mëdha qoftë për lirin, qoftë për çlirim i merr populli saj. Më kujtohet një pyetje që thash në fund, e poshtë keni postu për Hoxha Kupasipjen, edhe e keni postu shpesh, tash ke 20 vjetor i vdekjes tij në fakt. A keni pas rast me taku, edhe çu e vlerëson domethënë figurën e tij? Unë ndjes pas Hoxhën e kam taku 2 herë, nuk e kam njoft në kuptimin e edhe kur je në disa rrugë me disa gjona dhe me njoft një personalitet të tillë, kanë herë na shtatëruni edhe mendja nuk është tek fjalë. Unë mas më vonë, do me thonë tani marrë me jetën e tij nëse jo, edhe në 2001 ne s'kemi pas as teknologji, as avancim teknologjisë, nuk kemi pas as kushte me pas kompjutere, me pas citata ti me njoft këtë angazhimin e tina. Me to drejtën e kam taku 2 herë dhe kemi shkëmby shumë, sukur me hoxhallarë, me shumë hoxhallarë ndershëm që ti komunikon edhe kanë fjalor. Unë i ruaj kujtimet më të mira me Hoxhën, e ndjerë, dhe me thonë, për kohën sa një njeri shumë patriot, një njeri me virtyte larta edhe njerëzore dhe kombëtare, që ka kryer misionin e vet në raport me kombin aty ku ju ka dhënë. Normalisht në rrugtimet e ndryshme të njerëzve ka çështje për cilat edhe unë nuk jam pajtu. Ka rastis me i diskutu një herë ose 2, qëndrime që tash qenë se hape pak si tim për përmbylli këtë çështjen e flamurit e ato, ai në atë kohë ai është në atë botë, ne jemi në këtë botë, ai e ka pranuar, do me thonë që në disa situata ka mujt më keq interpretu edhe ka mujt edhe me koni keq interpretuar, po unë atë njeri një dhe i ruaj kujtimet e tij në më të mira, edhe një si burr të ndershëm, patriot e adhëtar, për cilin sa herë që shkoj në ato në shkoj shpesh me dëshirë, me dashuri të madhe vizitoj dhe kujtoj jetën e veprën e tij të varrit e tij që prehet në Slopçan. Unë nuk ndosh këtu të ngu, shumë prej gjonave që i ke tregu janë konë për herë të forë që i kom dëgju. Falenderoj që e pranuve ftesën edhe erdhën në studio të Falëndrejt. Faleminderit për juve, ju përgëzoj për këtë emision, po e përmbylli me diçka që do të më pas qartë populli jonë. Është një thënie thotë i mirë është një popull që nuk ka dëshmor. Po më i mirë është një popull kur ka dëshmor nuk i nderon ata. Me përulësin më të madhe, të gjithë aty një njerëzve që e dojnë luftën, kombin edhe gjakën, nuk kanë nevojë me përkujtu të gjallë të heq. Kur e mendojnë UÇK-n, le ta përkujtojnë, le ta mendojnë Adem Jasharin, Hamzën e Bacin Shaban, le ta përkujtojnë Gjevën e Fehmian, Lanin edhe Shkelzenin, le ta kujtojnë Agem Ramadanin, le ta kujtojnë Tahir Sinanin, le ta përkujtojnë Ismet Jasharin, pra Bekim Berishën e Abejen, e plot brest madh dëshmorëve, se veç kështu të nderu dëshmorët edhe ne kryejm një obligim ndaj jetës e vendit ton përpara se ky vend me na vro mallkimi duke shkel në gjakun e sakrificën e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.